është diskutuar shumë gjatë javës së shkuar, duke filluar nga dita e hënë, paktën të martën e kisha unë programin e javës kaluar dhe e kisha marrë si informacion, por nuk ishte thënë off record dhe ti nuk mund ta deklaroje. Por ndërkohë është përhapur që ta ndej që departamenti i shtetit e ka hequr non gratën e zotit Berisha, por nuk e ka deklaruar akoma. Kjo heqje non gratë mund të shoqërohet me një ftesë në departamentin e shtetit, që në fakt do ta kishte plotësuar atë, do ta kishte forcuar atë. Pse e po e sjell unë në vëmendjen tënde? Dëmi që shkaktoi non grata, që tani më të gjithë janë bindur që ka qenë një operacion silurus i kujdesshëm dhe që është bërë me ndihmën e Blinkenit dhe për ta si më thënë për ta zhdukur në një kuptim kreun moral të opozitës në Shqipëri, duke ja lehtësuar jetën qeverisjes në këtë rast bashkë me operacionet që ajo po bënte, operacionet të mëdha jo në shërbim të kombit, kanabizimi e të tjera. Në këtë sens po përgatitet që në qoftë se lajmi thuhet që është e vërtet. Do të thënë, unë nuk e di sa për ta sfumua lajmin. Pra po përgatitetet ajo që quhet spini qeveritar ose i grupimeve që janë afër qeverisë, që ta godasin këtë lajm, që ai të mos jetë liberator, transformues dhe qetësues për jetën politike të vendit, po të mos ta bëj çlimin pa aq të madh sa bëri ngushtimin e damarëve dhe një kuptim një lloj kataklizmoje në momentin që ai ka ndodhur. Sipas mendimit tënd, si e lexon ti këtë përballje narrativash, përballje tendencash, përballje tendencioze me qëllim që njëra palë ta mbysi fjalën tjetër, si më thënë, njëra palë të mbysi palën tjetër. Tani vetëm zoti Rama kritikon raportet për lirinë e shtypit të Shqipërisë dhe thotë që këtu ka liri shtypit jashtëzakonshme dhe shtypi këtu është simetrik, madje ka mbulim të opozitës. Në fakt, mbulim të opozitës mund të ketë, po mund të jetë negativ, dhe është i favorshëm favor qeverisë. Gjë që kthehen përmbysje të narrativës. Dhe në këtë sens, duke pasur edhe gurin darë, pra duke pasur edhe pushtetin e 4 krahas 3 pushteteve të tjera, qeveria natyrisht është e avantazhuar në spinin, për ta spinuar lajmin, në formën dhe mënyrën që ajo do për të ndërtuar një narrativ e cila është funksionale elektoralisht për të. Apo jo. Me fjalë të tjera, nëse ky lajm, sikundër ju e thatë me të drejtë para shtruar të pyetjen tuaj, është një lajm transformues për opozitën, sepse është një lajm shpresë dhe është mobilizues, natyrisht kemi zgjedhjet lokale vitin që vjen, është një proces transformimi të brendshëm opozita shqiptare dhe përbashkimit të saj, është dhe reforma territoriale dhe ajo elektorale të cilat janë mandatuese për të kryer sipas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe sipas rekomandimeve të OSBE-ut, atëre gjendet një formë dhe mënyrë për ta jo për ta zbutur, po për ta nxjerrë lajmin jashtë kontekstit, për ta zbutur mesazhin simbolik që ai jep, dhe në kjo anë, ky është dëmi më i madh që mund t'i bëj mazhoranca në këto kushte opozitës, pra për të vrarë nervin opozitar apo mobilizues. Si mund çfarë do të kishit sugjeruar grupit që është i interesuar për t'i dhënë jetë ose për ta përdorur këtë lajm si një lajm, le të themi, të mirë, i cili është një kthese llogarie ndershmërie departamentit të shtetit. Si më thënë, është vendosur dhe ka pasur pretendime të mëdha nga grupi i zotit Berisha që ka qenë tendencios, ka qenë me shtys nga është bazuar mbi një dosje me hearsay, pra me tituj gazetash. Këto kanë qenë pretendime në një kuptim. Çfarë do kisha thënë grupit të Partisë Demokratike, si mund ta trajtonte lajmin ditë që do bëhet i njohur, nëse ai do bëhet i njohur? Shiko, e para punësia gjithë narrativa e gjithë këtyre viteve e së ndërtuar nga mazhoranca dhe linja e saj zyrtare ka qenë që kjo non gratë është e pavdekshme. Nuk ishte kur, nuk ka ndodhur kur më parë, asnjë lider. Ata kanë hequr Dodik për atë. Nuk e ka bërë etj. Pra, që këtu ti rrezon narrativën kryesore, boshtin kryesor të narrativës së mazhorancës, duke jetëzuar mesazhin qendror që përbën ky lajm. Pra, nëse është lobuar për këtë non grata, e cila nuk bazoj në një akt specifik, po bazoj në karinë e individi i cili
normalisht nuk mund të ishte zoti Berisha në listë përpara zotit Vučić në Serbi apo Đukanovićit në Maltëzi apo Zaevit edhe Gruevskit në Maqedoninë e Veriut apo të tjerë në Bosnjë Hercegovinë, ndërkohë që Shqipëria ka luajtur vetëm rol stabiliteti përgjatë kohës që zoti Berisha ka qenë president dhe kryeministër, ashtu si kundër qeveritë e tjera në rajon. Pra, nëse është mirëfillti i lobuar në rastin e parë, atëherë rasti i dytë jep drejtësi dhe rivendos lojën e barabartë. Në fund të ditës demokracia është procedurë dhe demokracia flet për kushtet barabarta të lojës në një vend. Nëse një palë është avantazhuar për shkak të censurës ndërkombëtare që i bëhet palës tjetër, nëse një palë është avantazhuar për shkak se ka 4 pushtetet në krahun e saj dhe pala tjetër s'ka asnjë, nëse një palë është avantazhuar se ka financa dhe pala tjetër nuk ka, atëherë normalisht është një lojë e padrejtë. Si mendon ti mund ta luante Partia Demokratike lojën, po mendon në top, në momentin që Departamenti i Shtetit e deklaron këtë lajm, po e deklaroi. Po e para mund ta luante duke theksuar që era e ndryshimit nga Washingtoni dhe era që fryn nga Washingtoni te rrugë Elbasani ndihet shumë më afër nesh, shumë më afër se sa e Brukselit, bashkë me sinjalet që pohet Brukseli për vonesat me Ibarin, vonesat e mbylljes së negociatave të tjera me radhë, të cilat kanë të bëjnë pikërisht me standarde demokratike në këtë vend. Të gjitha këto së bashku tregojnë një sinjalizim të fortë ndërkombëtar që ka ardhur koha për ndryshim. Kjo natyrisht nuk mjafton për rotacion politik. Për rotacion politik duhet edhe një hapje e Partisë Demokratike me aktor dhe faktor social dhe jo vetëm politik, bashkim i opozitës dhe faktorëve opozitar shqiptar. Gjitha këto. Pyetja ime kishte të bënte me një lloj nëse ti do ishe Mourinho dhe do kishe marr duke di PSG-n, si do ta luaje topin nëse do kishe bërë një. Kjo është një lajm i jashtëzakonshëm, nëse sepse ashtu si mund të vërtetës është për të ndërtuar një ligjërim të tërë anti-PD në një farë mënyrë dhe për të denigruar Partinë Demokratike. Unë kam parë debate televizive pa fund, të cilët thoshin që ka ardhur koha të shkrihet Partia Demokratike. E ka kryer misionin e saj. Tani si mund ta ketë kryer misionin e saj një parti që ka vetëm 35 vjet dhe një parti tjetër që ka 80 e ca vjet, nuk e paska kryer misionin e saj.